Por tani disa nga eksponentët e PD-së, me në krye Ervin Salianin, mbajtën një takim në kafene, e cili o interpretuar gjithësisht si puçi kafenes. Fraksionistët. Fraksion, jo fraksion, fraksionistët, po. Puçi kafenes, u mblodhën në kafene këta të gjitë, dhe u thanë aty filluan. Thanë gjera, çfarë mendoni tani për këtë takim? Çfarë sinjalizon ky? Sa herë ka parë Berisha si këta, e sa këta, e nuk e se këta, e më intrigant se këta, edhe i ka ekzekutu të gjithë, i ka likujdu si armiq të partisë, kështu që... Që doktori i mbret këta thua ti? Doli tha një fjalim, sa edhe Saliani ka qenë në këtë zyrë, tha, edhe Ali Mehmeti ka qenë në këtë zyrë. Mesazhi ishte, qa ishte? Njëri nga ta bëri këshilltar të lartë për sigurinë kombëtare. Berisha është... Ish general. Bushëzhej, Gjungshi. Gjungshi. A i ka qenë general, ka qenë? E emëroi këshilltar të lartë, sot, të Saliu. Të mos vejme këta. Të mos shkojmë këta. Se ishte nisur Gjungshi dhe pastaj u shmank. Se këshilltari i lartë për sigurinë kombëtare të opozita. Ajo do e mbaj Gjungshin që mos shkojmë me këta. Do me thënë unë i thira ata sot, po Ali Mehmeti ishte një studio tjetër, Saliani do tjetë javën tjetër këtu, për të folur më gjerësisht. Të presim tani se interesante është kjo, se duket si puçi kafenes si shtanë ata, po një shqetësim kishte nga Partia Demokratike. Kishte jemi realist, nga Saliu. Problemi është këta dosjet e vetëm Ka njoftim para një ore e gjysmë këta bomë, Saliani ka foltorën e vetë fillon në Durrës. O nesër pas nesër. Po çfarë duhet të bëjnë? Po në mirë. Kur në Durrës? Në Durrës, e? Tani, çfarë duhet të bëjë Sali Berisha me këta, tani, mendoni ju që kemi këtu? Janë mjaft të votuar, por nuk kanë mandat dhe as funksione. Sikur t'u jap mandate këtyre dhe të zgjidhet. Si e mendoni ju tani? Qa është... I kanë marrë njerëzit pranë doktorit, mandatet dhe funksionet, figura mjaft të vjetra që po kalben në politikë dhe nuk u jep këtyre. Se këta duan mandate, valla, po dhe mandate këta në rregull janë. Në vitin 2026 ka thënë doktori që do të rikandidoj. Si e mendoni këti sistemi ju tani se dhe ka thënë më ka dërguar i lartë. E ka mision, thotë, se më ka dërguar një minutë ja ta mbaroj se ka dërguar i lartë, thotë. Për të qenë gjithmonë kryetari i PD-s, sepse do të ndihmoj Shqipërinë, thotë, vendin e gjitha. Do të thënë po mundohet shumë për vendin. Po sikur të mos mundohet kaq shumë këtu tani. Po i duhet të thënë aty lart, thua, si e mendoni ju tani? Mos mendohet kaq shumë, Nikos, si e mendon ti? Po ta thash, ma i e ka... Ke patur komunikim me doktorin? Ka mision nga Zoti, ma a the. Tre herë i shkretin që thot një po si Ylli, e the me batuti që ka mision nga Zoti. Po lartë, e thash unë, e ka thënë ai më. Po, mi më mirë, dakord. Fakti që e ka mision nga Zoti, harroje, as si ndryshim më kam PD. E shtrym shumë në dy, po, Denis? Tani, doktori nuk ka thënë kështu, po ka thënë që Partia Demokratike është partia e votës. Po votat ku janë? Kush merr vota, thotë? Kur votohet brenda PD-s është partia e votës. Hajde dali dikush më sfidoj me votë. Po brenda më. Po aty mund të marr dhe unë. Çfarë bëj ai? Familjen time dhe lagjen aty, te pallati ku jetoj, 5 pallatet ku aty afër, edhe të më votojnë të gjithë. Sekond. Ka dhe i farë drejtë doktori në këtë histori. Tani ai që do vi, mund vi lider me pateric. O do vi një lider që ta shëmbi, një herë mirë, ose të vazhdoj doktori vëlla. Lider gjysmak, nuk i duhet PD-s. Niko duke qenë pak i menjërt, Denisi, i pëlqen të ri doktori atyre, gjithmonë. Po, sepse nuk ka një njeri tjetër. A ishte Lul Basha. A e kishte gjithë partinë me vete? Se Lul Basha, ne katër këtu. A e kishte Lul Basha Ervin Saliani që dole me drunjë kundër Berishës 8 janar, apo se kishte? Pastaj lëshuan drunjtë dhe e dërguan në Hollandë Luli Bashën. Ka dhe i memori e të tani historia. Gjithë këta që ishin me drunjë kundër Berishës, tani janë poshtë Berishës. Tani ca po ikin prap nga Berisha, kupton? Pra këta nuk e din, ikin vin, nuk e din se qa dun. Se nuk kanë këta lidhje fare me orientimin politik. Këta janë pa busull politike fare. Këta duan gjenë identitet politik dhe gjenden herë kundër Berishës, herë të çadar Berishës, kur e kuptojnë që i rrezikohet mandati. Parti busull në mban një njeriore, busull në ka doktoria. Dakord, pra ndaj pra po them. Pra vim gjithë te një konkluzion. Se tu s'ka matematik, nuk ka as ekuacion që zgjidhet me formulë që dele ndryshme. Del po nënt, përfundimi del nënt. Je kundër kësaj ideti? Pra, për sa kohë është doktori aty, më e madhe, apo hataja më e madhe që do qahet PD-ja. Pra do kemi një shizm 3. Do bëhet një grup i vogël, prap, që do dali kundër si që kanë dalë 10 grupe nga PD-ja. Dhe prap doktori do ketë shumicën e pakicës, shumicës e pakicës, pra vazhdojnë pa fund kjo, infinit. Atere,
qofse doktori nuk vendos një ditë bukur që thot, unë ika pa kthim, dhe shkruan pastaj historinë e PD-s në kujtimet e veta, Partia Demokratike është e doktorit e kohë që diskutojmë ne këtu. Nuk besoj se ata janë mbledhur dhe të bëjmë një plan se si ta largojmë doktorin. Janë të mbaruar. Janë dakord me faktin që doktori është krye. Ata duan ndryshim në mënyrën se si menaxhohet partia dhe tek strukturat e partisë. Duan detyrat e tyre. Ndryshon doktori, mos e ndryshon dot doktori. Doktori vazhdon me formulën e vet, ka të njëjtën formulë, më vëlla. Është si Einsteini që bën të njëjtën formulë, nxjerr të njëjtin rezultat dhe pritet rezultati ndryshe me të njëjtën formulë. Është idiotësi. Formulat e Einsteinit ishin të vërteta. Siç ka thënë e ka thënë Einstein. Po pra në rregull pra. Nëse pret rezultate të ndryshme. Po rregull pra, je idiot. Kaq, mbaroi historia. Tani ç'a do ti këtu? Jo se e ka bërë, e ka bërë. Jo, po them, ai ka thënë që me të njëjtën gjë të pritet rezultat ndryshëm është problem. Ky proces do të fillojë që tani, se po vinë zgjedhjet 2029, kështu ikin vitet. Lideri i ri don 2-3 vjet për të Po pra, po lideri i ri shquhet që para se me fillu procesi. Pra ne sot po duam gjejmë një lider nga këta që janë. Nuk ka asnjë, ne po e paracaktojmë, ata po e vetë paracaktojnë. Ta letë lirë moti ylli tash. Po doktorit thash edhe një herë. O Niko, sekond se është e rëndësishme të kuptojmë një gjë. Këta njerëzit që po kërkojnë të rivalizojnë doktorin, qoftë si individ, qoftë si grupazhe, ka një problem që këta vetë caktohen si lider. Ndërkohë lideri vjen natyrshëm me përqafon publiku, pra karizma është më gjerë se sa vetë partia. Po nuk është ai, nuk është sot ky lideri mungon aty ke ky grup, ke kjo shpura që është nuk ka. Jo po, Nikola po thot një gjë të drejtë. Ne po kërkojmë ta gjejmë aty me zor, ndërkohë ai nuk është. Nikola po thot duhet të ketë proces, duhet të ketë garë. Po e kuptojmë këtë garë është njeri që e ka mbaru garë. Po nuk ka, jo. Nikola po bazohet në formalitet. Unë po them, ka që janë sot, a ka njeri që mund Berisha me karizmë nga ka janë zero. O zotri, qenë kryeministër, ka qenë, një minutë, më zotri, ka qenë kryeministri e Republikës Shqipërisë. Pastaj presidenti i Republikës Shqipërisë. Pastaj një njeri që drejtoi vendin dhe pastaj dha humbi zgjedhjet dhe pastaj dha dorëheqjen. Dhe këtu mbaron jeta politike. Mund vazhdoj dhe 300 vjet jetoj, po jeta politike njeriu mbaron në një vend me gjoja demokraci liberale, se me demokraci liberale ikën me vrap, e kupton? Nuk demokraci të vërtet, me shoqërinë e hapur e këto. Por në një vend gjoja, edhe në një vend gjoja iket në këtë rast. Po këtu nuk ikën asnjëri. Pra Fatos Nano e bëri këtë. Fatos Nano, unë mund dhe iku, e kuptoj, mbaroj. Ka qeni paprigjeshëm, nuk ka qeni shmendur, i vetëm që ka bërë ai është. Edhe Sabri Godua. Pra, iket. Po prap la Sabri la një jetë. Fatmirin. Dhe qenë forcë madhe. Vazhdoj dhe pas dekë. Pra, mundet lideri pra. Fatos Nano ishte lideri historik, mori përsipër të ndryshoi Partinë Socialiste dhe mundi Edi Rama. Dhe ne mbajmë mend gjithë këtu shumë mirë se sa konflikt kanë patur ata të dy, apo jo? Kështu që mund ka lideri nëse vjen një pasardhës i fuqishëm, i fortë me karizmë. Si vjen ky kanë, sjell era kështu. Nuk është e thjeshtë. Po si ardh ka njeri në një parti që është gjakosur në çdo 4 muaj, në çdo 5 muaj. Atë them fjalën lind, nëse lind një. Po si lind ky njeri mo? Do pjell Saliani aty. Flamur Noka do pjell lider. Tani, më fal. Çfarë flet ky mo? Fal, ky është problemi i partisë që sprovon dot lider mo. Po sepse i ka asgjësuar gjatë gjithë rrugës vetë kanë dhënë grup permisore. 35 O, Denis, 35 vjetë grupe armisore. Mirë më mirë dhe i bëri grupe armisore. Ore, ti që në emisionin tjetër unë do t'i reshtoj gjithë grupet armisore aty, që ti numëroj. Qa fletë, vla? Berisha e spastorë, nuk ka... Problemi është, po s'kryova pësirën e garës, po s'kryova i mundësin që njeri të shohë karierën e vetë deri për kryetar partije në një partije, sigurisht do largohet dhe nuk do ketë ka një... Ikin nga... Enton, por, mendoni që leadershipi është një gjë që krijohet sa po merë bësh kryetar. Ai nuk është një kompjuter. Edi Rama, si lideri i Partisë Socialiste, u vu në diskutim në 2009 kur humbi zgjedhjet. Dori Blushi dhe tha do duhet largohesh. U vu në diskutim 2011 kur humbi Tiranën që ja morën, Dori Koço Kokdhima, miku i vet më i ngushtë, mbështetësi i vet më i madh, hapi gazetën, duhet një lider që i lirë me ata Partisë Socialiste. Po për në rregull pra. Pra, lideri krijohet kur fiton zgjedhjet. Nëse nuk fiton zgjedhjet, nuk ka lider. S'ka lider. Që a i këtë pun ka. Dhe të gjithë e kam provuar të pun ka. Dhe mi të gjitha, a i rimori partinë Lulzim Bashës, që kishte gjithë partinë me vete, që e kishte kryuar vetë si pasardës. Tani. Kurse në këto moment, ti nuk identifikon do të një njeri që mund të hynë garë me Berisha. Foltorja tani do tjetë çdo të enë, apo...
dhe do fillojnë dhe në për rrethe. Foltohet në përrethe janë dhe ditë e tjera. Varet se si do ta Mund t'jenë tonë edhe në Tiranë edhe në Durrës. Varet se Mund të jenë s'kësisht. Se 300 veta janë, nuk mund ndahen se bëhet nga 150. Paksojnë vecat, thua ti. Paksojnë... Se si do... Popullata paksohet, thua ti. Ose do e bëjnë kush mbulon Ne vetë kalojmë të te